Kryetari i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili është takuar gjatë kësaj të shtune me operatorët turistik në Vlorë. Një takim që kishte në fokus prezantimin e kryebashkiakut me operatorët turistik, por edhe diskutimin rreth sezonit turistik apo edhe objektivave të përbashkëta për sezonin e ardhshëm, por pse jo për ta bërë Vlorën me një turizëm gjithvjetor. Kryebashkiaku Elisa Lili u tha bizneseve se ata janë promotorët kryesorë të ekonomisë dhe zhvillimit të qytetit, por edhe impakti kryesor i prezantimit të Vlorës në sytë e turistëve vendas, por në veçanti atyre të huaj. Njohje të drejt për drejt. Normalisht ju jeni faktori i biznesit dhe jeni konsideroj promotori kryesor i ekonomisë të qytetit. Por njëkohësisht jeni dhe impakti kryesor i asaj se çfarë njerëzit që vizitojnë qytetin e Vlorës marrin mbrapsht. Kryebashkiaku i Vlorës Elisa Lili kërkoi angazhimin e operatorëve turistik edhe për festat e nëntorit. Halili theksoi se angazhim ka nga të gjitha institucionet, ndërsa Vlora do të jetë kryeqendra e këtyre festimeve. Nuk e di vite të tjera, po ju është kërkuar gjithë institucionet që kanë lidhje me qeverinë direkt, po them Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Ministritë Përkatëse, Arsimi, Ministria e Turizmit. Nuk ju është kërkuar thjesht ju marrim sa lekë dhe ta bëjmë ne festën me lekët e tyre, po ajo që është kërkuar që çdo event që ata kanë të programuar për festat e nëntorit të vijë të zhvillohet në qytetin e Vlorës. Kryetari i Bashkisë së Vlorës solli në vëmendje edhe atmosferën festive, që solli 100 vjetori i pavarësisë dhe kërkoi ripërsëritjen e asaj madhështie. Are të gëzueshme ka qenë festa e 100 vjetorit të pavarësisë. Dhe nuk e kam parë më këtë festë të përsëritet. Në imazhin tim adoleshent që atëherë ka qenë festa më e bukur që unë kam parë në qytet. Kam parë një qytet të gëzueshëm, një qytet të rreshëm, një qytet që ishte i mbipopulluar, i shkelur dhe në fund i jetësuar. Sot ne jemi me një infrastrukturë shumë më moderne, me njësi hoteliere shumë moderne, me kapacitete shumë më të larta. Sezoni turistik që tashmë po shkon drejt fundit, masat për sezonin turistik dhe festat e nëntorit, por edhe angazhimi më teshëm i biznesit, ishin në qendër të takimit me biznesin të kryebashkiakut Lili. Kryetari i Bashkisë u premtoi operatorëve turistik mbështetje maksimale.